Bismillahirrahmanirrahim. Fshehtësitë e gjelbërta, kështu e kanë quajtur disa ulema. Kush janë ato? Është çdo vepër të cilën e bën ti fshehu razi, nuk e di kërkush veç Allahu xhalla shanu. Edhe kjo vepër më shifat të ti vdes. Ti e qel një varr edhe gjunat vepër edhe së di kërkush veç Allahut. Ama jo veprat e këqija, veprat e mira. Veprat e mira janë kredi për ty, për ditë të vështira. Ti i ke marrë, i ke mshef ato, i ke qitë qelsin, i ke me dryna i ke lidh, edhe kërkush nuk i di. Bile është mirë edhe ti mi harru. Me ilonë për ditë vështira, qoftë të kësaj bote, qoftë botës tjetër, të ditë natës varit edhe ditës gjykimit. Kështu pejgamberët, po ashtu edhe ulemaja, evlijat, në krye tyne sahabët, kanë vepru. Secili ka pas një ose ma shumë vepra, të cilat i kanë rujtë si kredi mes tyre dhe Allahut të lartësuar kur kanë mbet keq. Pyete veten, nëse kish më ndodh një situatë në të cilën ti s'ki kam ja majt, a ki një vepër me bo doa me thonë, ja Rabbi, për hatër të filan veprës që ku ma, o i madhi Zot, me rahmetin tëndë, ma mundësot të te kaloj këtë situatë të caktuar. A ki në vepër? Ti e din ata 3 personat të cilët kanë hynë shpellë kur po binte shije dhe është mbyll guri. Karani gur dhe është mbyll dera. Edhe s'kanë mujt me shty. Që kanë bo? Kanë bo të 3 dua. Kanë thonë hajde sot bojna dua me nëj vepër që e kemi për Zot Zotit, që askush nuk e di, vetëm Allahu xhalla shanu. Edhe janë lupë të 3. Njoni ka respektu prindrit, tjetër ka rujt moralin atër kur ka pas mundësi, edhe ka pas dëshirë me hynë haram në zina, pa ka rujt vetën. Edhe i treti, ja ka dhonë hakin e punëtorit ma sa viteve. E tash, ti, nëse do të mbeteshe, apo do të mbetesh, në një situatë të tillë, tu ka mbyll dera e shpellës tane. Pa marrë parasysh, kjo shpellë çfarë është? Situatë, në kufin kemet. Kemet në kufin, ka ndodhë një smundje, një telashe. A ki ti një kredi mes te dhe Allahut të cilën edhe ti e ke harru? Cilën ti kur njët nuk e ke përmend kërkuj? Ibn Qayyim rahmetullahi alayhi thot, veprat e këqija në fshehtësi të hupin bereqetin.